Prokuroria speciale ka kërkuar nga gjykata themelore në Prishtinë që Slaxhan Trajković të shpallet fajtor për krimet që akuzohet se i kreu gjatë luftës së vitit 1999 në komunën e Vushtrisë. Në gjykimin ndaj tij u dha fjala përfundimtare nga prokuroria speciale Florie Salihu Shamolli, e cila kërkoi që Trajković të dënohet sipas ligjit. Trajković akuzohet se në bashkëkryerje me persona të tjerë, si pjesëmarrës i forcave policore ushtarake, ka kontribuar në vrasje, bastistje e dëbimin e mijëra civilëve shqiptar. Këta persona nuk vdiqën nga vdekja natyrore. Oni nisu umrli prirodnom smrću. Por këta vdiqën Ovi su umrli në mënyrën nizore më të keqe të mundshme, najnizorniji mogući način, pasi të njëjtit budući da isti u dozën për su së spaljeni živi në shtëpinë e tyre, u njihovoj kući, pikrisht tačnije në marrjen pjesë edhe ta i akuzurit sada optuženog Slaxhan. Prokuroria Salihu Shamolli elaboroi dëshmitë e dëshmitarëve, duke theksuar se ku kishte marrë pjesë i akuzuari Trajković gjatë luftës. Ajo ndër të tjera përmendi pjesëmarrjen e të akuzuarit në vrasjen dhe djegjen e familjes Ujkani. Gjebajire Ujkani kishte 300 marka, Gjebajire Ujkani je imala u 300 jep maraka, Slaxhanit dhe persona daje taj novac Slaxhanu i drugim osobama. Ndërsa pas marrjes së këtyre parave, i na i Ujkani zbylën në dhomën e Zatvori parë su të bili shtëpisë, u prvom spratu tokën e kuće, parë, ndërsa viktimën bëni dok žrtvu me B1 dhunë nasilno e marrën dhe dërgojnë në katin e i dytë të poslali shtëpisë, u drugom spratu kuće. duke rrafur, maltretuar. Trajković akuzohet se në prill të vitit 1999 në fshatin Bukosh të Vushtrisë, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe, ka marrë pjesë edhe në vrasjen e një civili shqiptar. Para derës së I shtëpisë, pred vrata kuće, por sa arrin me armë automatike automatskim oružjem në viktimën, na žrtvu, ku nga plaga të merrën, od tih rana koje je zadobio, vdes umire. Hysem Gashi. Ndaj tij kërkoi që të mos ndërpritet masa e paraburgimit, pasi tha se ende ekzistojnë arsyet për të cilat është vendosur kjo masë. Me kërkesë të mbrojtjes së të akuzuarit Trajković, fjala përfundimtare për mbrojtjen do të vazhdojë në një seancë tjetër. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 12 korrik 2023 ka ngritur akt akus kundër Slaxhan Trajkovićit, i cili akuzohet për krime lufte kundër popullatës civile.